Pas paralajmërimeve nga Kryesia e Bashkimit Demokratik për Integrim për Krizë Politike dhe bojkot të zgjedhjeve lokale, nëse prekët të gjuha shqipe nga Gjykata Kushtetuese, ka folur sot kryetari i Lëvizjes Besa Bilal Kasami, i cili ka lëshuar një sër kritikash për BDI-n. Kasami thosë se BDI e ka humbur orientimin politik dhe nuk mund të pretendojë të mbrojë interesat e shqiptarëve, pa u ballafaquar me korrupsionin brenda saj. Shifet që BDI e ka humbur busullën, janë pa kohë. Unë thash edhe në një rast tjetër, po e përsëris edhe këtu, ata veç tentuan që të bëjnë krizë politike, por nga tenda dolën kokullur. Edhe njerë po e përsëris, duhet të pastrojnë me krimin dhe korrupsionin nga radhat e tyre. Nuk mundet blerim buxheti që me vite ka qenë në pozita dhe ka indikacionet të cilat e inkriminojnë edhe atë vetë në raste të dyshimta korruptive që të flasë për krizë politike. Ndërkaq, sa i përket të gjuhës shqipe, Kasami tha se Gjykata Kushtetuese nuk duhet të merret me çështje politike dhe ka shumë çështje të tjera që duhet t'i zgjidhë, duke shtuar se ligji për gjuhën shqipe nuk i plotson kërkesat e shqiptarëve, ndërkohë që uroi që kushtetuesja të sjellë vendim në interes të shqiptarëve dhe të komuniteteve të tjera. Ne kemi thënë edhe më herët që Gjykata Kushtetuese nuk duhet të merret me çështje politike. Sigurisht që ligji si i tillë nuk i plotson kërkesat e shqiptarëve, por duhet të implementohet dhe ne besojmë që Gjykata Kushtetuese ka çështje tjera shumë të rëndësishme të cilat duhet t'i zgjidhë sa i përket kushtetueshmërisë. Këtë drejtim, po të ketë çfarëdo lloj diskutimi sa i përket ligjit për gjuhët, uroj që Gjykata Kushtetuese të sjellë vendime në drejtim të orientimit për implementim të njëjtit dhe sigurisht që ky ligj të jetë praktik dhe implementueshëm dhe në interes të shqiptarëve dhe komuniteteve tjera ashtu. Më 20 mars, Gjykata Kushtetuese do të ketë seancë përgatitore për ligjin e gjuhëve.